hajta qim bëllë se Jo, jo, edhe vetë femrat nuk kanë ndjenja, ka shumë femra bubaki viç bojnë marrëdhënie seksuale por nuk kanë ndjenja. Edhe me provojnë brapa, më thonë me këshyra ka ndjenje, për ato edhe provojnë. Po për seksin oral, ç'a mendon për këto marrjet goje, futën, llape, ç'a janë këto? Ato janë fantastike, ato janë të mira. Jam seriozisht. Po normal. Ora u knaqja me rrok shtëpi çuna, u knaqja me këtë. Për zotin. A do ma shush i kureshtje? Ha. Për shembull, ti besoj, normal që po më burr se ti ja ke marrë kur ja merri çunin gojë. Ç'a kënaqësi e ndjen ti si femër? Unë nuk ndjej kur fal kënaqësi, po mundona atë personin me fjalë me kënaq. Okej. Po kur ju bën, po kur të fut ai llapën, atë kënaq? Po normal të ashtu. Si ka mundësi që shumë goca më shumë kënaqen edhe thonë që kur i fut llapën se sa kur i shit. E po nuk e di tash, mbarët prej femra, mbarë nga ndjenjat e njerit. Çeka goc bobe, çeka goc. Me rrok shtëpi çeka gangsterë për zotin. O vlla, nuk është Pse a jam të rrejt, po këtë ndjesi e kanë. Këtu qërë tash të femrat që vinë edhe shojnë këtu, më konë këtu të ndershme, ishin në gjëmë, është ora 1 natës, se nuk janë gjëmë, po vinë ngojnë për shembull ose shikojnë diçka që është e paletshme për ta. Pse? Kam 1700 veta, tu na pa. Pa. Dhe gjithë janë kurioza, me rrok shtëpie. A vërtet kur shihet, o vllai, ka femra që bërtasin se ndjej, ka femra që bërtasin kot. E unë mua shpesh herë vin policia te dera. Se rën komfort? Po shumë. What the heck shall do thën? Erdha sa të marr pak bukën. Vin policia te dera. Oh my god, hajde një njerës, o në hec s'manin që ka mendani jo, se më konë ju të mira, jo që për më shani që to, më konë të mira ishi të uqi me burrat e ju. Ose me frajera, ose të e fut gishtin atë, nuk ishi të më këshyrë mua, po ju i një qashtu si o në të njejta jene, bëllë më në kam ashiqore, lejmi, ju qini për 5 euro, shkoni e shkatërani, e demoralizoni bëthën e juve, delni piqatit, ecni, lavire. Jo, si vrash mendin. Jo, mu shumë më interesar, mu veç ta me di këtë më konë të ndershme, edhe më konë femra të mira, femra shtëpijake, nuk rrinë këtë vakna për qate, ishin gjumë të nejtë, ishin të flejtë, nuk ishin të ngu kësi lafe, kësi muhabeti është tërë për juve me ndëgju, është tërë të keshi, dilni jashtë, shkoni fleni. I bëj blog vetëm ato që i përmenin fëmit, nuk kam qef mi përmen fëmit në të tema. Se nuk i bëj blog ato tema që i përmenin fëmit, se fëmija nuk përmen, fëmija është fjet. Në këtë temë, për shembull, vjen janë tema për të rritur, tash nuk do të mi përmen fëmit. Edhe pse jam unë non, edhe ju jeni nonna, tash pse e bon non, pse ndo ga burë, nuk po desh ka ma muqi, veç me nejtë aty, me maru qera, po edhe më knon. Budalica, si lakice. Jetonë mërë se një jetë e kena, o njerës, harë një peni, knaqëni. Po kejtë e boni atë punë, po nuk e, a i di boni kishin a i na. A i di që shështaja kishon në fuqina, unë nuk e bëj atë punë, jo krejt jeni që ashtu, kini qef, krejt. Krejt e merë një ngoj, janë jo të martu, më qka e një këtu, halla, jo burit ju si ja merë një ngoj, ja merë një dashnorit, hecni. E vërtet, është me ropshti, është e vërtet, kështu më ka ndodhe dhe mu. Më tha mu njera që ishte martu me je i pari tha që ta ka marë ngoj.
Pasha zotin, po këtu të gratë e martume që janë këtë vakë, qa kanë me lymë? Qa kanë orë këtu me gjithë në jam shura, shka të leshin kanë orë këtu? Martume, shkoni flani. Abel, se Po gjesit për shëndes, faleminderit. Po e mbyll se pa haj qik bukë se sa mora bukë. Dëgjoni. Edhe do të shkruajmë rapa Të bëftë mirë. Ciao, mua, bye bye.